Lorenz Pahia nga Instituti Demokratik i Kosovës është me ne në studio për diskutuar lidhur me procesin e numërimit të votave dhe shpalljes së rezultateve. Do të flasim për punën e deri tanishme të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, por më pas do të analizojmë dhe flasim edhe për formimin e institucioneve dhe qëndrimet e partive politike pas gjithë këtij rezultati që e pam mbrëmë. Atëherë Florent, mbrëmë dhe faleminderit që je sot me ne. Shëndetje, faleminderit të pijush në këtë. Faleminderit shumë. Florent, po do më të pyet fillimisht çu shposh procesin e numërimit dhe publikimit të rezultateve nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Duket që kësaj radhe ka qenë i shpejtë. Realisht tashmë këto janë zgjedhjet e dyta që KQZ vepron shumë shpejt në një afat rekord do thosha, edhe ka rezultate të sakta nga gjitha vetë votimet, edhe pse gjitha u procesuan sot. Po gjithsesi mbrëm vonë kanë qenë mbi 90% të procesuar, domethënë diku rreth 97-98%, gjë që është shumë pozitive, por shkak se qytetarëve ju intereson ta dinë dhe ta kenë të qartë se cili është rezultati i zgjedhjeve ose ka shku vota atyre, si është reflektuar vota atyre. Është shumë e rëndësishme që tash edhe procesi i numërimit për kandidat të shkojë po ashtu mirë, çka vrehet sot, domethënë është që monitoruesit tonë kanë filluar monitorimin e qendrave të numërimit, qendrave komunale të numërimit, dhe monitoruesit tonë kanë raportuar që rastet, domethënë kanë raportuar që gjithçka ka qenë në rregull, me përjashtim të disa rasteve shumë të vogla, po për të cilat janë jo shumë të mëdha, nuk ka nevojë kryesisht mos kuptim me kompetencave mes vëzhguesve dhe kompetencave të numëruesve, mos kuptim të kompetencave të kryesuesit ose dhe kjo ndërlidhet me një ndryshim të brendshëm të rregulluar të KQZ-s apo? Ndoshta më shumë mos kuptim i kompetencave të tyre, por shkak se në trajnime, edhe këto po e them vazhdimisht që nuk i kushtojnë shumë vëmendje trajnimeve, edhe mos kushtimi i vëmendjes së trajnimeve, më pas po përkthehet në dështim të disa pikave, edhe pse realisht rregullohet shumë shpejt, po megjithatë kemi ngecje ose vonim të procesit. Kjo uroj të mos jetë, edhe po urojmë dhe po shpresojmë që të numërimi do t'jetë pa pasoja ose pa probleme si që ishte herën e fundit. Problemi, apo jo, duke marrë parasysh edhe herën e fundit, çka keni pa mund të ketë përmirësime kësaj radhe, mund të shkojmë më pak ke shpërdorime? Herën e fundit realisht nuk kemi qenë pjesë e monitorimit, domethënë kemi bërë në mënyrë jo sistematike, jo përditshme, jo në të gjitha qendrat, kemi qenë në mënyrë sporadike në disa qendra. Problemi ka qenë që KQZ në momentin kur ka filluar auditimin e disa kutive të votimit, ka parë që votat për të cilat janë regjistruar dhe votat e kandidatëve të cilat janë në fletat votimit ndryshojnë goxha shumë, dhe i kemi parë më pas çfarë ka ndodhur, po pozitive është që KQZ ka reaguar Prokuroria e Shtetit dhe besoj që kanë marrë një lloj mësimi edhe komisionarët që votat duhet të numërohen ashtu siç janë dhe vullneti i qytetarëve duhet të përkthehet ashtu siç është në rezultate përfundimtare, jo ata nuk janë filtruar të gjithë komisionarët, apo jo, nuk dihet nëse edhe kësaj radhe ka pasur komisionarë të cilët mund të kenë qenë në hetime tani prek pak integritetin e zgjedhjeve apo jo? KQZ ka kërkuar realisht nga subjektet politike që ju lutem mos i dërgoni njerëz që janë të proceduar penalisht. Kjo ka mbet pak nën subjekte politike, që subjektet politike ta vendosin këtë të dërgojnë. KQZ ka thënë që nuk kemi mundësi ta verifikojmë, edhe pse konsiderojmë që do të ishte shumë e udhës që Prokuroria e Shtetit ta ndihmonte KQZ-n këtë pjesë, edhe policia që të dërgonte listën me njerëzit që janë duke u hetuar dhe të cilët janë proceduar penalisht për çështjen e vjedhjes së votave që ka qenë brenda. Pra nuk ishte procedurë shumë e komplikuar apo jo, vetëm do duhet të dërgojë lista. Absolutisht konsiderojmë që nuk do të ishte procedurë ndërlikuar, institucionet janë funksionale dhe institucionet kanë zyrtarë që mund ta kryejnë këtë punë, dhe institucionet duhet bashkëpunojnë për këto çështje. Pra për këto çështje janë institucionet, prandaj janë ngritur aktakuzat, prandaj janë procedurë me hetime penale dhe diku qëndrojnë ato dëna vetëm është dashur të drejtohen edhe tek KQZ-ja. Në momentin që KQZ-ja do të kishte këto emra, po besoj fuqishëm që KQZ nuk do t'i miratonte këta njerëz si komisionar dhe do të ishte akoma më shumë procesi me më shumë integritet. Jo që këta të rinjt nuk të bënin veprime të ngjashme ose sepse nuk mund të parashikojmë, po për shkak se këta të rinjt domethënë do ta kishin parasysh që ata para tyre ishin domethënë mund të pësojnë edhe me burg, me gjoba, edhe mund ta hupin karrierën e tyre sepse dikush punon diku në ndonjë institucion ose ndonjë punë tjetër. Po dhe Florent, pasi që dje keni monitoruar procesin e votimit, cilat kanë qenë problemet ndoja që i keni hasë dhe ndër vite apo shkojnë duke ulur të gjitha këto probleme që hasën në terren gjatë procesit votime ditën e zgjedhjeve?
Problemi kryesor shpesh herë, ose për mos thënë çdo herë, është problemi me lista. Në çfarë kuptimi, listat ndryshojnë, për shembull ka qytetarë që kanë votuar në X klasën zgjedhjet e dhjetorit dhe tashmë ka dalë në një shkollë komplet tjetër. Kjo ndodh për shkak se rritet numri i votuesve, pra hyn votues të ri çdo herë pasurohet lista, dhe mund të ndodh edhe për shkak se pastrimit të listave, pra zvoglohet numri i votuesve, mbyllet ndonjë klasë brenda asaj shkolle dhe më pas lëvizin njerëzit. Absolutisht ka qenë një periudhë kohore kur KQZ e hap domethënë për gjithë publikun kërkesën që kushdo që do të ta ndryshoj vend votimin mund ta bëj, edhe ta verifikoj atë po dhe ta bëj ndryshimin, dhe për këtë normalisht që qytetarët kanë pas mundësi me e bë. A është mënyra më e mirë, a është mënyra më e dur prej KQZ-s që më u bë kjo formë thirrje, duke pas parasysh që jo gjithë qytetarët janë në nivelin që mund të shkojnë dhe të skanojnë ose të shikojnë ose të japin numrin e tyre personal, atëherë besoj që jo domosdoshmëri është mënyra më e mirë, por mendoj që duhet akoma më shumë punoj KQZ ta gjejë një zgjidhje për këtë çështje, ose të njoftoj qytetarët drejt për drejt me një SMS, thotë që Florent, qendra juaj është ndryshuar, për shkak se po konsideroj që shumica nga ne kemi të dhënat që i keni dorëzuar të shtetit, domethënë dhënat tona potencialisht me numra telefonit, adresa, gjithçka tjetër është e dorëzuar të shteti, apo mund të dërgoj edhe kopje fizike të një letre që njofton që tashmë ju jeni në qendrën numër kaq, edhe domethënë qendra juaj e votimit është ndryshuar. Është e mundshme, është e bëshme, nuk është ndonjë gjë që do të kushtonte, për shkak se posta është ndërmarrje publike dhe normalisht do të kishte edhe koste më të ulta që po flasim për. Dhe Florent, çka ka karakterizuar këtë proces të zgjedhjeve është një dalje më e ulët, që është përmendur, po përmendet edhe nga zyrtarët ndërkombëtar që kanë qenë sot për vizitë Kosovë. Cili është mesazhi prapa kësaj dalje së ulët? Realisht ka një pakënaqësi qytetare, revolt apo si duhet kuptohet? Me sa pam, domethënë gjitha subjektet pak a shumë, domethënë sidomos dy subjektet e para patën një rënje. Subjekti më i madh normalisht të lëvizjeve vendosur pati një rënje gojat vota. Kjo, si duket, është pasojë e mungesës së ardhes së diasporës për të votuar, sepse siç e dini në dhjetor kanë qenë një numër shumë i madh tyre, dhe mungesa e tyre ka bërë që mos kemi. Në anën tjetër, ajo që mund të vrejmë dhe që shohim është që edhe qytetarët brenda, të cilët kanë votuar, kanë pas një lloj revolte, nuk dalë me votu, për shkak se kam votu një herë dhe kam kryer obligimin. Gjithsesi, numri për 720, diku 700 diçka mi votan, është nën mesatarën, do thosha të zakonshme që është tek ne. Pse? Sepse tek ne kemi rastin kur shkojmë të 800, i afrohem 800 mijëshit, më pas me votat me kusht që janë dhe votat e personave me nevoja të veçanta, votat e diasporës, e kalojmë, gjithmonë e kemi kaluar 800 diçka mijë, 850.000, 860.000, që tregon pak a shumë një farë lloj trendi, por tashmë është goxha më i ulët, edhe po vrajet edhe po duket edhe nga numri i votave të fituara nga secili subjekt politik. Dhe votat me kusht dhe diasporës, a mund ta bëjnë ndonjë ndryshim në këtë rezultat apo? Votat me kusht janë trendi i njëjtë. Domethënë absolutisht do të jetë gjitha subjektet politike do të shtohen vota sa kanë marrë në mënyrë të rregullt, aq vota do të marrin edhe nga votat me kusht. Mund të jetë një diferencë vogël në përqindje, po e papërfillshme do të thosh në fund. Votat nga diaspora par tradicionalisht mund të bëjnë një lloj ndryshimi, sepse nëse shohim si ka ndodhur, për shembull në ambasada dhe në konsulata kur kanë votuar qytetarët tanë, janë diku rreth 23.000 vota, më duket kështu është raportuar nga KQZ, dhe një përqindje e madhe e tyre shkon për lëvizje me vendosje. Ka qenë tradicionalisht, ato tjetë nuk e dim, sepse janë votat që do të numërohen dhe pritet të shohim. Në anën tjetër, edhe votat e diasporës tradicionalisht kanë pas një lloj përqindje më të madhe lëvizjeve të vendosje. Kjo nuk do të thotë që edhe sot do të jetë kështu, po normalisht subjektet politike, gjitha subjektet politike shpresojnë që t'i marrin edhe ato vota, sepse normalisht rritet sa më shumë vota që ka, aq më shumë vende në kuvend dhe aq më shumë mundësi për më pas dhe kur jemi të vendet pazaret politike, po dhe kur jemi të vendet Lus Regjine se mund ta i vendos në ekran numrin e urtëseve aktualisht me rezultatet e deri tanishme, aktualisht deri me këtë numrim dikun vendosje do të ketë dikun rreth 48 deputet. 48, 24, nuk pritesh të lëvizjen, eventualisht një ose dy deputet, apo jo mund të lëvizjen nëse numërohen votat e diasporës? Nëse vendosja merr do thosha 45%, atër mund të shkoj të fitoj 1 deri në 2 deputat më tepër.
për të pas 51 deputetëve vendosur duhet të ketë 47% të votave, që besoj që duke që është shumë e zorshme apo jo, Arikja? Është gati e pamundur, do të thosha. Edhe pse mund të befasohemi, po thëmë që trendi shkon si njëjtë dhe ndryshimet mund të janë shumë të vogla. Gjithsesi nuk jam ekspert në këtë laminë e statistikave dhe trendeve shumë, por ajo që ka shoh edhe ato që kemi po nga përvoja tregon kështu. Herën e kalume, zgjedhjet e kalume, është rritur nga 49 pikë diçka në 51, domethënë 2% është ngritur, pasi janë numëruar votat me kusht dhe pasi është numëruar votat diasporës. Kjo normalisht që mund të ketë prap një 2% ngritje ose më shumë, për shkak se kemi numër më të vogël tash. Në anën tjetër, herën e kalume kemi pas një numër shumë të madh dalje në vend, dhe edhe pse ka pas vota nga diaspora, prap ato nuk kanë luajtur shumë rol, për shkak se numri ka qenë një vend shumë i madh. Tashmë kemi numrin shumë të vogël dhe nëse numri i madh nga diaspora vjen, atëherë mund të luajë më tepër rol në vota diasporës në ngritje të përqindjes të cilit të subjekt politik. Po, dhe me këtë numër të deputetëve tani brenda Kuvendit të Kosovës, Lorend, a tregon që mund të kemi institucione stabile pas këtyre zgjedhjeve apo përsëri po flasim për kompromise dhe bashkëpunime politike? Vullneti subjekteve politike, përkatësisht vullneti qytetarëve, është shumë i qartë. Domethënë qytetarët, edhe ndërtimi jonë kushtetues është kështu që subjektet politike duhet të bashkëpunojnë dhe të ndërtojnë institucionet. Absolutisht nëse janë këto numra, siç po themi, domethënë të mbeten këto 48, 20 ose të rriten të zvoglohen, po me pakicat, mund të bëhet, domethënë mund të bëhen institucionet pa problem. Qoftë lëvizjave të vendosje me Partinë Demokratike të Kosovës, qoftë lëvizjave të vendosje me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe me deputetët e pakicave, gjithmonë përflasim me deputetët e pakicave në gjitha kombinimet, për shkak se e dim kërkesave kushtetuese që i ka kushtetuta jonë. Në anën tjetër, është më pak e mundshme. Qeveri, vendosja ndoshta do të mund të formonte me pakica, por a mund të kemi një qeveri stabile me numrat e pakicave, sepse edhe në shkurt ishte kjo çështja, apo ky problem? Sikur të kishte vetëvendosje, edhe sikur të kishte 51 deputet edhe pakicat, edhe pakicat jo sërbe, edhe sikur të formonte qeverin, prap do të ishte problemi tek presidenti i Republikës dhe aty do të kthehemi prap në pikën zero. Kështu që konsideroj për të mirën e gjithëve, po mendoj edhe të mirën e qytetarëve, është mirë që subjektet politike të ulën dhe të bisedojnë dhe secili për nga rëndësia që ka, përqindja që ka të marrë pushtetin dhe të marrë atë sa i takon normalisht sa si ka vendosur qytetari. Në fund qytetarët kanë vendosur që këto të jenë votat edhe këto të jetë shpërndarja, edhe kjo të jetë numri i deputetëve në Kuvendin e Kosovës. Unë mendoj që realisht subjektet politike duhet ulen nga nesër, edhe pse nuk e bëjnë këndinjët e tillë, po do duhet të uleshin nga nesër që të fillonin negociatat dhe të fillonin mendimet si do t'i dajnë pushtetin ose si do ta qeverisin Kosovën së bashku. Konsideron që nuk do të kemi më blokada, polarizim, gjuhashpërcuese duke sulmuar njëri tjetrin dhe duke fajsuar ashtu siç po muajve të fundit? Nga deklaratat e fundit edhe po edhe fushata mund të kuptojmë që gjuha e gjitha subjekteve politike ka qenë paka shumë okej, domethënë ka qenë e moderuar, nuk kam pas fushat ose nuk janë drejtuar fushat kundër njëri tjetrit ose për njëri tjetrin. Gjithsesi janë marrë kryesisht me premtimet e tyre. Por edhe kanë fajsuar njëri tjetrin apo jo për krizën? Normal është shumë normale, po edhe pas fushatës mendoj ose pas shpalljes së rezultateve, subjektet politike disi kanë treguar një lloj nevoje për këtë bashkëpunimin që do ta kenë. Normalisht që ka pas mundësi ose është biseduar sot, po besoj gjatë ditës e keni pa, që janë biseduar edhe opsionet e bërjes bashkë të opozitës dhe si ke parë qëndrimet e sotme, sepse vetëvendosin pak a shumë përmes dy deputetëve pam që dha një sinjal që ndoshta nuk do ta mbështes Osmanin, në anën tjetër Osmani po duket që ndryshoi qëndrimet prej mbrëmë dhe sot ka ndryshim të qëndrimeve, si duhet t'i analizojmë këto fjalë? Secili, e thash edhe më herët, secili duhet t'i shoh në raport me numrin e vendeve të fituara dhe fuqinë politike që ka. Nuk është se i kanë parë gjithherë, apo jo, sepse... Gjithherë, e vërtet është që nuk janë parë gjithherë, po megjithatë nuk mund të mësojmë subjektet politike si të shohin rezultatet, gjithsesi këta po besoj secili ka eksperta brenda që ja u lexon dhe ja u interpreton goxha mirë, po edhe vetë këta kryetarët e subjekteve politike janë lexues të rezultateve dhe besoj që duhet t'i kuptojnë rezultatet. Opozita, pretendimi ose kërkesa e opozitës që të bëhen bashkë
absolutisht është e mundshme në kuptimin që lëvizja vetëvendosur duhet ta ezauroj pjesën e parë ose herën e parë të si mandatari i qeverisë, dhe kjo varet shumë nga presidenti, në këtë rast nga kryetari i ri i parlamentit, i cili do të jetë me automatizëm ushtrues detyre i presidentit, dhe në momentin që zgjidhet kryetari i parlamentit dhe zgjidhet kuvendi, në automatizëm është edhe ushtrues detyre i presidentit, ai do të jetë personi i cili do të jap mandatarin njërës nga subjektet politike që i ka votat. Vazhdo pasaj tjetë kontestuese kujt i takon mandatari dytë në rrasë se dështon mandatari para apo është të qartë, sepse e kemi diskutuar. Është në vullnetin e presidentit. Presidenti mund t'i mbledhë subjekt politike dhe ato subjekte që e bindin se i kanë votat, ata vendosin për ta vendosur presidentit që u jap mandatarin. Në rastin tonë kemi pa vitin e kaluar, ka qenë një vit i gjatë, po besoj me shumë peripeci dhe me shumë tentime për zgjedhjet të kryetarit të kuvendit, dhe megjithatë kur u zgjedh kryetari i kuvendit, dështimin e parë të mandatarit të qeverisë u përkthye në një votim të dytë për një mandatar tjetër nga po i njëjti subjekt politik, në këtë rast lëvizja vetëvendosje, dhe dështuam prapë dhe më pas shkuam në zgjedhjet e dhjetorit, kështu që subjektit politik, domethënë i takon pikërisht presidentit ajo kompetenca që ta jap mandatarin atij që i takon, edhe ai që e bind që mund ta fitoj ose mund ta bëj. Tek ne, tash aktualisht se kemi gjendjen, është që Kuvendi i Kosovës, momentin që zgjedhet Kuvendi i Kosovës dhe përfundohet, atëherë janë dy opsione, mund të shkojmë me zgjedhjen e qeverisë në mënyrë automatike, apo me zgjedhjen e presidentit. Nuk ka ndonjë rregull të caktuar ose të përcaktuar. Pra është opsionale për cilën do të merren vesh, apo si? Jo, për shembull nëse kthehemi edhe kujtojmë 2021-shin, më sa mbaj mend, ka qenë më njëherë mbas zgjedhjes së Kuvendit është zgjedhjet qeveria, dhe më pas zgjedhjes së qeverisë është zgjedhjet të nesërmen presidenti. Kështu që normalisht që mund të ndodhë që ta kemi presidentin me njëherë, mbas konstituimit të kuvendit, pra kjo është e mundshme shumë lehtë nëse subjektet politike merren vesh dhe është shumë e bëshme brenda ditës mund të kryejë. Dhe Florent, me këta numra patjetër që nevojitet apo jo një marrëveshje politike marrë parasysh çfarë kompromisi kërkon. Nëse nuk lëviz diçka, unë mendoj që secili subjekt duhet të reflektojë dhe duhet të bëjë marrëveshje për arritjen e rezultatit. Pra nëse dëshirojmë ta kemi një qeveri, lëvizja vetëvendosje mund ta bëj edhe me AK-n dhe me pakicat, por nëse dëshirojmë të kemi edhe president, atëherë konsideroj duhet me ndonjërin prej partive të mëdha. Do të bëhet me ndonjërin nga partitë e mëdha, për shkak se po e shohim numra, domethënë 48 plus 10 bëjmë 58, po edhe 20 do i duhen që ta kaloj. Po mbas edhe nuk dalin edhe 20, sepse nëse shohim kështu, atëherë po gjithsesi mundësitë janë më të mëdha për kombinime, edhe subjektet politike po besoj që do të reflektojnë edhe do të shkojnë tutje. Ka mundësi me u themelu edhe me u kriju nëse edhe qeveri të cilat janë më të voglat, minorancës, po gjithsesi subjektet tona politike me sa e kemi pa kanë refuzuar gjërat e tilla, edhe pse në botën demokratike janë shumë të njohura këto, po subjektet tona politike nuk e shohin si opsion një gjë të tillë, po gjithsesi fakti që kemi presidentin në brenda ditës e bën gati të pamundur mos realizimin e një koalicioni qeverisës. Po edhe nëse nuk e realizojnë, nëse merren vesh spaku për emrin e presidentit, po qeverinë mund ta bëjnë vetëm, gjithsesi prapë është një marrëveshje politike që subjektet politike duhet ta. Dhe aktualisht me këtë situatë politike, cili është opsioni më i lehtë, cilin është si opsioni më të lehtë arritjes së një marrëveshje? Vetëm një marrëveshje për presidentin, po pa një marrëveshje me parti tjera për qeverinë apo? Duke pa herën e kaluar ose këto 6 muaj përpara që i kishim, çfarë kaluam, unë konsideroj që subjektet politike janë të interesuara, sidomos ato që ishin në opozitë janë të interesuara të marrin pushtet dhe të jenë pjesë e pozitës në kuptim të qeverisjes. Jo vetëm kundër faktit që refuzuan të bëheshin pjesë herën e kaluar, apo jo, Florent? Por pati ftesa nga lëvizja vetëvendosje. Një lloj refuzimi ishte në kuptimin sepse e thanë, nuk tha publikisht që nuk na keni ftuar me kohë, tashmë nuk po dojmë të jemi pjesë e qeverisë. Normalisht dhe nga frika e numrave, sepse ka qenë numër shumë i madh i deputetëve që ka pas lëvizja vetëvendosje, por duke marrë parasysh gjitha këto, prapë konsideroj që subjektet politike duhet të bashkëpunojnë dhe të arrijnë deri te marrëveshja për qeverinë
dhe për presidentin Nikosic, që mos të kemi vonesa, sepse për ndryshe na pret zhagitja, na pret prap zgjedhje të reja, për shkak se është gjallëditëshi nga konstituimi, i cili është shumë i qartë dhe kushtetuta ka thënë shumë qartë. Po, dhe Florent, nëse shikojmë, analizojmë afatet, mund të kemi që brenda kësaj vere të kemi edhe qeveri dhe president nëse zbatohen këtu afatet kushtetuese. Domethënë, në momentin që certifikohen rezultatet, Kuvendi i Republikës duhet të mbledhet dhe nga dita e mbledhjes janë 30 ditë që Kuvendi duhet ta kryejë punën e tij. Absolutisht mund të kemi. Këtu nuk mund të shohim apo jo bllokada as për zgjedhjen e kryetarit as nën kryetarëve sepse nuk e dim. Asgjë nuk dihet në këtë, por gjithsesi e besoj që nuk do të ketë bllokada dhe urojmë të mos ketë bllokada në zgjedhjen e kryesisë Kuvendit dhe Kuvendit. Më pas do të shkojmë tek gjallëditëshi për zgjedhjen e presidentit dhe qeverisë. Janë gjallë ditë edhe për qeverinë, domethënë edhe pse është një afat shumë më i shkurt që Kuvendi ja dorëzon, ose partia më e madhe, ose kushdo që merr mandatin do t'ja dorëzoj Kuvendit, janë afate të përcaktuara më të shkurta kohore në kushtetutë, por gjithsesi Kuvendi duhet ta zgjidh brenda gjallë ditëve qeverinë nga zgjedhja e tij dhe Kuvendi duhet ta zgjidh edhe në këtë rast do të zgjidhë edhe presidentin brenda kësaj periudhe gjallëditore. Po, dhe kretë në fund, Florent, kemi parë edhe reagime ndërkombëtare sot Kallas dhe KOS gjithashtu kanë kërkuar që me urgjencë arrihet kompromisi dhe të informohen institucionet. Çka tregojnë të gjitha këto kërkesa ndërkombëtare? Duket që Kuvendi dhe qeverinë pret një punë shumë e madhe, sidomos sa i përket arenës ndërkombëtare apo jo? Po, e pam na herën e fundit këto 3 muaj që ishte Kuvendi, domethënë pati ekstremisht shumë punë, pati ekstremisht shumë ligje, kërkesa të shumta nga seanca goxha të shumta, goxha të gjata, pak votime turbo të shpejta, për shkak të ngjesjes që kemi pas një vjeçare. Edhe pasojat janë shumë të mëdha për Kosovën, sepse mungesa e Kuvendit do të thotë mungesë të marrëveshjeve ndërkombëtare, mungesë të kredive, mungesë të investimeve, mungesë buxhetit madje kishim. Pra, mungesat janë të shumta dhe pasojat janë të shumë të mëdha për qytetarin e Kosovës. Atëherë Florent, faleminderit shumë që ishe sot këtu me ne. Merci. Faleminderit shumë. Në tani është në vazhdim bloku i lajmeve të botës dhe më pas rikthehemi me lajmin kryesor të botës. President Zelensky.